Së fundmi, disa qytetarë kanë raportuar se po marrin mesazhe në telefonat celular, të cilat pretendojnë se janë dërguar nga Posta Shqiptare. Në përmbajtje të tyre kërkohet klikimi i një linku për të konfirmuar një dërgesë apo për të përditësuar të dhënat personale, por këto mesazhe rezultojnë të jenë të rreme dhe dyshohet se dërgohen nga persona të pa autorizuar me qëllim mashtrimi dhe vjedhje të dhënave personale apo bankare. Për këtë arsye, kryetaria e zyrës së Postës Qendër në Korçë këshillon qytetarët të tregojnë shumë të kujdesshëm, të mos hapin linke të panjohura dhe të mos japin të dhëna personale përmes mesazheve të dyshimta. Është shpërndar realisht një mesazh që është jo i rregullt për institucionin ton. Të gjithë dërgesat që vinë nga klientë nga Europa ose bota, dërgohet mesazh direkt tek personi ose i dërgohet një lajmërim klientit për të tërhequr pakon nga Posta Shqiptare. Këto mesazhe që shpërndajnë janë fake, që do të thotë që nuk bëhen nga institucioni tonë dhe nuk marrin konfirmim. Thjesht duhet të informojnë qytetarët që të vinë pra zyrat tona postare të marrin në informacionin e dur pa klikuar tek mesazhi, sepse mund të merren të dhëna personale që s'mund të jenë të vlefshme as për qytetarët, as për ne si institucion që duhet pasur shumë kujdes nga ata që ju vete ky mesazh. Në rast se përsëriten mesazhe të tilla, këshillohet që qytetarët të kontaktojnë drejt për drejt zyrat e Posta Shqiptare për të marrë informacion të saktë dhe të verifikuar.